gjatë këtyre ditëve të mos veproni në mënyrë impulsive sepse mund të keni incidente. Me çfarë do lloj gjëje? Prandaj ditëve e martë dhe të mërkurë do t'i këshilloj që t'jemi të vëmendshëm. Për shenjën e peshqve do të kemi një përmirësim të marrëdhënieve që kanë me partnerët e tyre. Nëse nuk kemi një lidhje, gjatë kësaj jave mund të krijojmë lidhje. Një përforcim të gjitha marrëdhënieve brenda familjes. Këtu do të kemi një mbështetje shumë të madhe e cila do t'i bëjë ata që të ndjehen vërtet të vlerësuar, shumë të mbështetur. Nëse duan që të marrin shtëpi ose të rregullojnë diçka brenda shtëpisë, kjo është një periudhë vërtet shumë pozitive, duke filluar nga dita e premte, domethënë një komunikim vërtet shumë herë më i ëmbël, shumë herë më pozitiv, gjë që do t'i bëjë ata që të kenë lidhje, marrëdhënie personale shumë më efektive, shumë më romantike. Nga ana tjetër mund të bëjnë edhe udhëtime të shumta, këto udhëtime do të përkthehen në të ardhur materiale të mira. Për shenjën e peshqve, duke qenë se duhet të jenë pak më të përgjegjshëm në lidhje me harxhimet dhe të mos bëjnë harxhime të kota ose më të themi të jemi të sigurt 100% përpara se të bëjmë një investim,